Përshëndetje gjithëve, jemi në studiot e Civilit për të zhvilluar ciklin e intervistave për këtë periudhë kohore, andaj pa mos zgjatur shumë. Para meje kam musafir Murat Aliun, profesor doktor i shkencave politike dhe ligjërues në Universitetin e Nëna Terezë. Përshëndetje zoti Ali, faleminderit që u përgjigjet ftesës për këtë bashkëbisedë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani në mashtrëninë të veriut kemi një qeveri të re të djathtë, e cila sipas asaj që përklamonin do të bëjë një start të fuqishëm, sidomos në fushën e rritjes ekonomike dhe sundimit të ligjit. Këtu si prioritet është edhe integrimi evropian i tyre. Sa mendoni se është e arritshme rritja ekonomike dhe lufta kundër korrupsionit nëse ngecim në rrugën eurointegruese? Kështu. Unë realisht e kam kështu një hipotezë apo një mendim timin dhe jo që është kështu imagjinar, por duke u bazuar në kaluarën, le të themi 33 vjeçare, pluralizmit politik të Maqedonisë, që ne si shoqëri apo si shtet, nuk ka rëndësi, nuk kena arrit të dëshmojmë që me forcat tona mundemi të arrijmë diçka. Kur them të mundemi të arrijmë diçka, kjo mund të jetë fushën ekonomike, fushën kundër korrupsionit dhe krimit, vendosjen apo krimin e shtetit mirëfillt ligjor, krimin e sistemi arsimor, shëndetësor e kështu me radhë. Dhe duke u bazuar në këtë, megjithëse unë nuk dua ta paragjykoj qeverinë e re dhe mendoj që gjithsesi ne duhet paktën ta respektojmë atë timingun 100 ditësh dhe të shohim se çfarë do bëj, por duke u bazuar në të kaluarën, mendoj që jashtë rrugës europiane, pra vështirë që do të kemi një progres i gjithanshëm, le të themi shoqëror. Dhe në të kontekst vështirë që ne kemi kapacitete dhe vundet mbi të gjitha, mendoj që edhe gjithmonë kena pas mungesë vullnetit për të shënuar një rritje apo progres në sferën ekonomike dhe në luftën kundër korrupsionit. Kam përshtypjen që edhe ai sukses apo ai progres që është shënuar gjatë këtyre 33 viteve është shënuar, le të themi, nën tutorin, nën kujdestarin apo presionin e faktorit ndërkombëtar, partnerëve tanë sigurisht, Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Shteteve të Bashkimit Evropian. Është e vërtet kryeministri i ri dhe qeveria e re po paralajmëron një, le të themi, një fillim apo një mandat 4 vjeçar, le të themi kështu, të furishëm, të fuqishëm, të përkushtueshëm ndaj punës. Por unë gjithmonë jam skeptik se realisht po që se shohim fillimet e çdo qeverie, gjitha na kanë premtuar një lloj, le të themi, parajse, por kjo nuk ka ndodhur dhe me kalimin e kohës zbehet. Tani arsyet janë shumëta, cilat ne nuk besoj që edhe është tema e sotshme, nuk do hyjmë këto, por ky është mendimi im. Megjithatë, le të presim, pa mos i Tu ishte edhe deklarata e kryeministrit Mickovskit, tani më kryeministër, i cili tha se nëse vendoset veto nga ana e Bullgarisë tashmë është ajo, nëse nuk i bëjnë ndryshimet kushtetuese, po tash kemi edhe acarim me marrëdhëniet me Greqinë. Dhe ai tha se do t'i përkushtohet reformave në vend, kështu që edhe ju e sqaruat sa mund kjo, sa është reale ky Kjo realisht, ky diskurs që ne do të fokusohemi në reformat është një lloj arratisje nga realiteti, është një mospasje guximit për t'u përballë me këto problematika dhe është një diskurs që shërben kryesisht për konsum brendshëm, në kuptimin për t'i rehatu votuesit, trupin votues psikologjikisht, dhe është gjuhë populiste kryesisht, dhe ai ka shumë qartë, çdo kush prej ne kemi qartë që këtyre çështjeve dhe këtyre pyetjeve nuk do mund t'u hik apo nuk do mund t'i shmang. Starti, le të themi, i këtij ndryshimi të qeverisjes, le të themi, këtu është edhe presidente, ishte, le të themi, kështu pak më agresiv, më emocional,
dhe e dini që presidentja betimin e saj në kuvent e bëri duke anashkaluar praposhtesën Republike e Maqedonisë Veriore, por tani nëse e shihni ka një reterim tek garnitura tani më qeverisë pushtetare, dhe kjo u dëshmua dje apo pardje kur Hristijan Mickovski u betua apo e lexoi deklaratën e betimit sipas emrit kushtetues. Dhe kjo dëshmon që megjithatë ato do jenë racionale në këtë drejtim, dhe besoj që nuk do lejojnë që le të themi të getoizohemi kushtimisht, të përjashtohemi apo të izolohemi nga zhvillimet dhe proceset rajonale dhe globale, dhe nuk do të hyjmë në atë filmin e sundimit apo pushtetit 10 vjeçar të Nikola Gruevski, që ne do hame dhe drue dhe bara, ma identitetin apo nuk e di çfarë apo emrin nuk e japim. Sigurisht u kam përshtypjen që edhe reagimet fuqishme të Greqisë para së gjithash, paralajmërimet e Greqisë dhe të faktorit ndërkombëtar luajtën një rol të rëndësishëm në këtë reterim, nëse mund ta quajmë tu, për arsye se ato e bën shumë qartë që rruga evropiane, por jo vetëm rruga evropiane, do të bllokohet nëse ju nuk tregoni përgjegjësi institucionale dhe leadership për të respektuar marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat janë të ratifikuar dhe janë të obligueshme për çdo qeveri që do vijë në të ardhmen. Në kundërtën, nëse ato vërtet janë atë sigur të vetja atyre, atëherë lirisht mund marrin iniciativë për ta shfuqizuar marrëveshjen e Prespës, dhe kjo do ishte shumë më korrekte politikisht. Po. Në qeveri pas 16 vitesh qeverisje, pa ndërprerje të Bashkimit Demokratik për Integrim, kemi një koalicion të ri shqiptar, Vlen, që është në qeveri. Nga ana tjetër kemi Frontin Evropian, i cili konteston legitimitetin e tyre për t'i përfaqësuar shqiptarët në qeveri. A mendoni se argumentet e Frontit Evropian janë aq të fuqishme sa është e pamundër të injorohen? Jo, sigurisht që unë nuk mendoj që argumentet e Frontit Evropian janë aq të fuqishme sa që nuk mund të injorohet ky realitet, por nga ana tjetër, e kam thënë edhe disa herë kështu publikisht, prapë po e përsëris, legitimitetin nëse i shohim numrat është tek fronti Evropian, megjithëse është i kontestueshëm, edhe mund kontestohet për nga shumë aspekte, por nuk është për mendimin tim i kontestueshëm me argumentin cilin e parashtroi koalicioni Vlen, që ne kemi votat e pastra shqiptare, për arsye se kam përshtypjen që kjo është një gjuhë përjashtuese, përjashton edhe pakica të tjera. Dhe në këtë kontekst mendoj që Vlen kishte argumente shumë të tjera për ta legjitimuar apo përligjur pjesëmarrjen e tyre në qeveri, si humbës kushtimisht ta themi. Për shembull, një nga argumentet më të fuqishme mund të ishte që parimi fitues me fitues u thye nga vetë Bashkimi Demokratik për Integrim në vitin 2017, atëherë kur ajo koalicionoi me LSDM-n, edhe pse LSDM-ja humbi përkarshi VMRO DPMN-s. Një argument tjetër është edhe çështja mund të ishte një problematizim i fitimit votës nga ana e Frontit Evropian, se si ato i fitojnë votat, dhe ne gjithë kemi ose informacione, ose kemi qenë dëshmitar, ose jemi kështu, le të themi, janë disa gjëra simptomatike që vota te ne nuk është edhe aq e lirë sa që pretendohet. Është një raport kryesisht klientalist i Bashkimit Demokratik për Integrim, ka qenë këto 22 vite. Dhe një argument tjetër, kam përshtypjen që këto lloj partish, që janë, siç është Bashkimi Demokratik për Integrim, siç janë të etabluara brenda këtyre filtrave të shtetit dhe hallkat kryesore të shtetit, vështirë është me hek me vot të lirë. Nga ana tjetër, nuk është që ekziston një normë ligjore kushtetuese, le të themi, siç e tha dhe ambasadori. Aty është si e pat këtë përgjigjen e ambasadorës. Po, ajo është politikisht
deklarat korekte, për arsye se vërtet nuk ekziston një normë ligjore ku parashie që fituesi kampin shqiptar patjetër me qenë pjesë e qeverisë, thjesht norma është shumë e thjeshtë, ai i cili mbledh 61 vota në kuvend, ai formon qeverin. Por nuk është që nga ana tjetër nëse shohim parimisht të problematik, nuk është që është e pa bazë. Janë pa baza pretendimet e frontit europian në kuptimin që kjo mund ta instalojë një kulturë të majorizimit përhershëm të shqiptarëve. Prandaj unë mendoj dhe vlerësoj që tani është koha njëherë për gjithmonë që kjo çështje të rregullohet në mënyrë ligjore dhe normative. Pra tani shqiptarët, për mendimin tim, jo vetëm shqiptarët, gjithë aktorët politik duhet me ul dhe këtë çështje me rregullu një herë për gjithmonë me ligj apo me normë kushtetuese, nuk e di si mund ndodhe kjo, që ta përcaktojmë se si do të ndodhe. Nuk mundemi ne gjithmonë të jemi objekt i këtyre diskutimeve, tani ku është legitimiteti, a kanë drejt partitë maqedonase të zgjedhin këtë apo atë, e kështu me radhë. Tani mendoj që është ky moment, edhe pse BDI-ja ka pas 22 vjet në qeveri për ta rregulluar një herë për herë këtë çështje. Por, siç thash, deklarata e ambasadores amerikane ishte politikisht korrekte, për arsye se vërtet nuk ekziston një normë tillë që patjetër Bashkimi Demokratik për Integrim me qenë pjesë e qeverisë. Maqedonia e Veriut është mes shteteve të para evropiane që mbështet Ukrainën në mbrojtjen e saj ndaj agresionit rus, si dhe në çfarë mënyre të mbahet ky përcaktim i vendit tonë, çka do të thotë kjo për vendin tonë? Unë mendoj që sa i përket linjave të përgjithshme të orientimit geopolitik dhe politikës jashtme do të qëndrojnë ato që kanë qenë. Nuk besoj të ketë ndonjë ndryshim të madh në këtë drejtim, edhe përkundër ndryshimit të pushtetit, dhe Maqedonia do të vazhdoj të ndjek një politik, le të themi, konform politikave të partnerëve të ndërkombëtar dhe shteteve të NATO-s, sepse ne duhet ta kemi parasysh diçka tjetër, se ne jemi shumë të vogël për me marr hapa, le të themi, pavarura, hapa jashtë atyre kornizave të cilat i kanë vendosur shtetet apo partnerët tanë ndërkombëtar. Dhe në këtë ndryshim personalisht nuk pres, në këtë kontekst nuk pres ndonjë ndryshim radikal sa i përket çështjes së ndihmës apo mbështetjes së Ukrainës. Mbase disa detaje mund të ndryshojnë, por besoj që Maqedonia si shtet i NATO se ka patjetër ta mbajë dhe është e detyrueshme, por kam përshtypjen që edhe le të themi qarqet më skeptike dhe më radikale, paktën tek pjesa maqedonase, kanë qarë që antarësimi në NATO tani këto konstelacione ndërkombëtare dhe geopolitike, veç pas agresionit rus në Ukrainë, neve na ka ndihmuar sa i përket sigurimit të sigurisë së brendshme të shtetit tonë. Dhe ato, le të themi, ai negacion, ai kundërshtim, do një fjalë tek tuk që mund të ndëgjojmë kundër NATO-s, nuk besoj që është edhe shumë i përbrendësuar, shumë real. Gjithë e kanë qartë që ne, si shteti i vogël që jemi, kemi pas nevojë dhe kemi dhe do të kemi nevojë për struktura tilla kaq të mëdha të sigurisë. A mendon se në këtë kontekst, mendon që ka ndikim rus në Maqedoni? Tani, unë nuk kam fakte për këtë, por përgjithësi percepcioni është që ka ndikim rus. Unë kam lexuar edhe disa kështu papers, punime, analiza, studime që ky ndikim ekziston. Tani në çfarë mas nuk mund ta them dhe askush besoj që nuk mund ta thet. Flitet që ndikimi rus kryesisht hyn përmes mediave, partitë të caktuara politike, OJC-jave të ndryshme, e kështu me radhë, por megjithëse është një lloj kështu, do ta marr drejtën të paragjykoj pagës, mendoj që nuk është në ato nivele sa që të përcaktoj politikat shtetërore të
Maqedonisë. Në opinion, paktën të qarqet neoliberale dhe majtiste, ka pasur një lloj skepticizëm përkarshi vëmëro DPMN-s, si një lloj, le të themi, mashe zbeh, le të themi, jo është e fuqishme, e atyre gjërave, por unë nuk mendoj që edhe vëmëro DPMN do të bëjë një gabim të tillë sa që të shndrohet në një instrument të diplomacisë ruse, apo të shndrohet në instrument mash për të bërë gjëra që nuk duhet bërë këtu. Pse që thash, askush nuk e din çfarë mase mund të jetë, por që percepcioni ekziston, po. Percepcioni ekziston që ka një ndikim rus. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.